Sipërfaqja e përmbytur në zonat e Nënshkodrës është zgjeruar gjatë 24 orëve të fundit edhe me 1200 hektar të tjerë, duke arritur në rreth 10300 hektar tokë, ndërkohë që 2200 shtëpi banimi gjenden tashmë nën ujë. Prurjet e ujit nga lumi Drin janë ende mjaft mëdha, kjo për shkak se vazhdojnë shkarkimet nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Në mesditë mjete të shumta po punojnë tek harku i Berdisës për të mundësuar lëvizjen e automjeteve në rrugën kombëtare Shkodër-Tiranë. Në këto qaste këtu pritet të vijë edhe kryeministri Berisha, i cili do të ndjek nga afër punimet, si do të takohet me banorët. Gjithçka është në kontroll. Absolutisht. Por shkarkimi është i domosdoshëm. Kryeministri Berisha tha se po vazhdojnë shkarkimet dhe se zona e përmbytur po zgjerohet. Ndaj ai u bëri thirrje banorëve që të largohen sa më parë nga zonat e rrezikuara. Digat, portat dhe gjithçka tjetër është në siguri të plot. Ajo çka mbetet ne dhe që është më e rëndësishmja është që të evakuojmë popullatën, të mos ketë asnjë humbje jete, por dhe smundje. Prandaj dhe të bëjmë çdo përpjekje për evakuim. Sot ka një avancim të ujrave në Bushat dhe në Trush. Prandaj dhe unë bëj thirrje të gjithë banorëve të evakuohen dhe i garantoj se do kenë kujdesje të plot, do kenë kompensim të plot për damet e shkaktuara nga kjo përmbytje. Në zonat e përmbytura gjenden disa qindra forca dhe mjete të ushtrisë dhe policisë që po punojnë për përforcimin e argjenaturave dhe evakuimin e popullatës. Kryeministri Berisha vlerësoi përpjekjet e strukturave të policisë, ushtrisë dhe emergjencave civile në përballimin e situatës së krijuar ditët e fundit në zonat e përmbytura. Njerëzit këtu kanë bërë përpjekje më serioze për të përballur sa më me eficiencë dhe përballuar sa më me dinjitet dhe me kosto më të ulët një situatë fatkesie natyrore. Kjo është një natyrë, kjo është një forcë mazhore e cila do të dominohet. Tani do shfrytojmë në perspektivë, nëse arrijmë të thellojmë diçka. Derdhjen e bunës, nuk jam i sigurt, ekspertët do flasin, vetëm që të paraprigatisim një situatë evakuimi më të shpejt të ujrave. Po sot në zonat e përmbytura ishte edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama së bashku me një grup deputetësh. Gjatë një konferencë për shtyp, zoti Rama tha se socialistët po punojnë për një lëvizje të re solidariteti me familjet e përmbytura. Vizituam një pjesë të zonës përmbytur, nga kjo katastrofë jo natyrore dhe jemi këtu për të filluar një punë të përditshme për të sensibilizuar të gjithë popullin opozitar, për të sensibilizuar jo vetëm antarët dhe mbështetësit e partisë sonë, por çdo qytetar në Shqipëri dhe në emigracion që dëshiron të marrë pjesë në këtë lëvizje solidariteti për ato familje që nuk kanë thjesht problemin e sotëm të gjendurit në ujë, por dhe problemin e nesërm. Krahasuar me një ditë më parë, sot është rritur niveli i ujrave në Lumejt, Drinë dhe Buna, por ndryshe nga dita e djeshme kur popullata u përfshin nga paniku, sot situata duket më e qetë. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.